Unë kujtohet që baba gjatë luftës dytë botërore e ka shit një pushk për me ble lahutën e Malësisë. Me sigurim burëm se themi unë krejt jetës që ja kom pushtu dy çështjeve, çështjes kombëtare edhe arsimit në familje, që i konsideroj si të shejta. Dhe fatëparsisht në të dyja të kom pas sukses. Prandaj jam shumë fatlum që me 3 fëmijë kanë arritje akademike, edhe në çështje kombëtare jo mundu vazhdimisht me punu, kështu që suksesi nuk ka mungu. Të kthehemi pak edhe në kohën tuaj, në gjeneratën tuaj, si ka qenë periudha e shkollimit atëherë, mundësitë atëherë për të zgjedhur një fushë që ju keni pëlqy? Po nuk krahasohen. Po fatëbarsisht çdo gjenerat po ka fatin, ka mundësitë më të mira dhe po uroj që t'i shfrytëzojnë se dëshira për librin tonë është familjare. Unë kujtohet që baba gjatë luftës dytë botërore e ka shit një pushk për me ble lahutën e Malësisë, se në atë kohën pejo hap libraria e parë, Skënderbeu. Më kujtohet një kujshi ka thonë, një Ahmet që shitet pushka mi ble këto letra. Se letra ju kanë dukt, e baba thot, na historikisht pushk kemi pas mjaft, po të kishim pas letra ma shumë ma mirë i kishim pas punët. Prandaj dëshira për libër është diçka që unë para lufte kom pas të bejë ndoshta në ndër bibliotekat më të pasura private. Edhe vazhdimisht, edhe para 12 vite ku kam qenë në Oksigjen, kujtohet si sot, Besindina për thot porosin. Atëherë fëmija ishin në shkollë të mesme dhe fillore. Tash porosia ime për fëmija është, ju jeni këtu, sukses jo këtu. E vetëm ja rrugë për me arrit dhe të sukses jo libri. Prandaj ju mundu vazhdimisht me thonë që libri është shpëtimi jonë, në çdo aspekt. Po, të njëjtën kohë treguaj që gjithmonë i keni dhënë shumë rëndësi edhe pjesës së çështjes kombëtare. Po. Se këto dyjat janë të pandame. Keni pas dhe bashkëpunim edhe me Anton Qetën, apo jo në lëvizjen për pajtimin e gjagjeve në atë kohë? Kam pas atë fat që prej ditës parë, prej pajtimit parë, kam qenë së bashku me profesor Anton Qetën. Edhe kem punuar vazhdimisht në atë kohë për pajtimin si dukuri, si fenomen, edhe unë vazhdimisht, edhe sot vazhdoj me punu. Se mendoj që herojve të vërtet televizis për pajtimin e gjagjeve, atyre që kanë falë gjagjet, as sot nuk kem dalë borxhesh. Prandaj shfrytëzoj rastin që për shembull për vitin e kaluar ta faleminderoj Jeton Eziraj, regjisorin ton, i cili me idenë time ka bërë një dramë fantastike për lëvizjen për pajtimin e gjagjeve. Ku e ka lidh Anton Qetën me Desmond Tutun. Dihet që Desmond Tutu ka marrë çmimin Nobel për pajtim që e ka bërë në Afrikën e Jugut, i ka marrë 3 artistë nga Afrika e Jugut dhe 3 nga 3 shqiptar janë, edhe është një dramë fantastike dhe vjen mirë që ajo dramë si vjet do të luhet edhe në New York, edhe në Paris, edhe në disa kryeqytete, ku do të flitet për një lëvizje të tillë dhe për një flim që ka bërë populli jon për me anë ditët e sodit. Pra përveç libri që përmendet si ndërmisht që ju kanë përcjell gjatë gjithë jetës, gjithmonë keni dhënë edhe shumë rëndësi kësaj pjesës të çështjes kombëtare, është edhe kjo një mësim që e bartni edhe sot? Po, pikë dyshimi.